Edhe pse me leje drejtimi të hequr, shtetasi JD 26 vjeçar ka bërë veprime të rrezikshme në aksin Lezhë-Shkodër në zonën e quajtur Gajush. Madje pasi është ndaluar ka rrezikuar punonësit e policisë. Në deklaratën për mediat, thuhet se për shkak të situatës, efektivi është detyruar të qëllojë me armë në drejtim të gomave të makinës, duke ndaluar më tej të riun. Fillimisht, rreth orës 12, patrulla ka konstatuar makinën që lëvizte në shkelje të rregullave të qarkullimit, duke i bërë shenjë për të ndaluar. Drejtuesi i mjetit ka refuzuar t'i bindet urdhrave. Me veprimet e tij për t'u larguar, ka paraqitur rrezik qartësisht të dukshëm për jetën e punonësit të policisë, i cili në kushtet e rrezikut të drejt për drejt real dhe të çastit dhe me qëllim parandalimin e një pasoje më të rëndë, përdori armën e shërbimit, duke qelluar në gomën e automjetit që drejtohej nga shtetasi JD, duke bërë të mundur ndalimin e tij, thuhet në deklaratë. Gjatë kontrollit ju gjet edhe një armë e ftohtë, ndërsa është konstatuar se më pari ishte hequr patenta. Në makinë u ndalua edhe shtetasi S 20 vjeç, ndërsa dosja i ka kaluar prokurorisë për veprime të mëtejshme.